Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Banorët e Imshtës janë thirrur sot në komisariatin e policisë pas konfliktit me policinë për tokat brenda argjinaturës që ata i punojnë prej vitesh, të cilat pretendon se i ka bler një person. 6 banorë të fshatit Imsht janë thirrur për deklarat në komisariatin e policisë pas konfliktit për tokat brenda argjinaturës, ndërkohë 10 të tjerë pa fletthirrje kanë qenë të pranishëm jashtë komisariatit për të mbështetur njëri tjetrin. Sipas burimeve, policia ka ndërhyrë pasi banorët kanë kundërshtuar tjetërsimin e tokave që ata i punojnë prej 30 vitesh nga një pretendues për tokë të blerë brenda argjinaturës, duke theksuar se ligji nuk lejon kalimin në pronësi private të tokave që ndodhen brenda zonës së argjinaturës. Nuk lejojmë të na i marrin, janë toka tona që i punojmë prej vitesh, thanë ata. Kemi 25 vjet që na e për tokës lumit. U ndati me vendim Këshillit Ministrave në 94. Toka që është anë e lumit dhe i përket atij të fshatit mbas harte, tu ndahet fshatit dhe u ndati fshatit. U ngriti komisioni siç që këteja, u ngriti dhe matan lumit nga gjinatura. As një zeni, as një sherë për bukuri u ndati. E mbjellin u shken kalamajnë. Të gjitha burrat këtu i shikon e çuna janë me kalamajnë. Mbjell grurin e vete atje, vete shkel me kënë. Kush e di e vlla që vjen? Nga je? Bëj pyetje s'kthen përgjigje. Vetëm na forresin këtu, vinë atje për të zënë. Për këto toka mësohet gjithashtu se nuk ka as vendim dhe as dokumentacion për kalimin e tyre tek një tjetër individ juridik apo fizik. E kemi pastruar, kemi shkruar rreth plepave, edhe kemi punuar sipas komisionit që na ndau, nga 800 metra për frym. Tani boti na vjen edhe na dal ka fituar letra, jo këtej po andej kot najer. Edhe i thash kaq, sini letra tash, ta dim dhe ne tash si fshat. Kush i ka dhënë këto letra? Si qysh tek, si rrjedhojnë këto letra? Po ndronte surrat, jo këtej po andej, po mi ka dhënë Bilbiri, po mi ka dhënë filani, mi ka dhënë ky. Në rrjetet sociale, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe denoncoi sipas tij grabitjen e tokës publike për ndërtimin e një parku fotovoltaik në fshatin Imsht. Deputeti Braçe po në rrjetet sociale tregon se ka marrë kërcënime për denoncimin e bërë, por ai thotë që nuk do të tradhtoj njerëzit dhe interesin publik. Ka marrë një kërcënim dje në telefonin tim personal nga një farë zoti Çekrezi. Kështu prezantohet. Është nga këta zinxhirit e rinj që janë përhapur këto kohë shumë në territorin e këtij vendi. Çfarë më kërkon? Që publikisht të tërhiqem nga mbrojtja e tokës së lumit Seman, pranë fshatit Imsht, por me gjas nga toka e lumit përgjatë gjithë lumit Seman, ku shtrihen interesat e tij. Unë nuk jam njeri që kam frikë. E mbi gjitha, përballin e kam mënyrë jetese. Banorët e Imshtës shprehen të vendosur për të mos lejuar tjetërsimin e këtyre sipërfaqeve, ndërkohë që prokuroria e Fierit vazhdon hetimin e kësaj çështje. Rritet fluksi i pacientëve nga gripi në urgjencën e Fierit. Mjekja Ilva Çuni thotë se paraqiten mbi 120 raste në ditë. Mbi 120 pacientë të grup moshave të ndryshme paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier si pasojë e virozave sezonale dhe gripit. Mjekja Ilva Çuni thotë se nuk kanë munguar edhe fatalitetet. Kemi patur një sezon mjaft të ngarkuar, sidomos gjatë muajit nëntor dhe dhjetor, kur është vënë re piku i rasteve të paraqitura me gjendje virale. Simptoma më të shpeshta të këtyre pacientëve kanë qenë temperatura, kolla e thatë, grup moshat më të prekura kanë qenë grup mosha 15-25 vjeç dhe grup mosha 7-10-80 vjeç. Është vënë re që kjo virozë ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kozgjatje më të gjatë në kohë. Po sipas mjekes Çuni, në pikun e gripit në muajt nëntor dhe dhjetor, numri vizitave arriti në 160 në 24 orë, ndërkohë që ka theksuar se janari ka shënuar rekord qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në urgjencën e Fierit, ku numri tyre ka arritur në 4000. Në momentin e pikut, gjatë periudhës nëntor-dhjetor, por edhe tani në fillim janari, pacientët e paraqitur ka qenë maksimalisht në një numër rreth 150-160. Është vënë re që këto 2 javë ka rënë fluksi, maksimumi gjatë 24 orësh janë paraqitur rreth 120 pacientë,
që përsëri konsiderohet një numër goxha i lartë. Më të prekur nga gjendjet virale kanë qenë të sëmurët kronik, të cilat janë hospitalizuar, ndërkohë që mjekja Çuni ka bërë thirrje për vëmendje të shtuar në përdorimin e antibiotikëve, të cilët duhet të përdoren vetëm me rekomandimin e mjekut të familjes. Pacientët, sidomos gjatë ditëve dhe orëve të parë të temperaturës, të trajtohen në shtëpi, të marrin ulës temperature, antipiretik dhe të trajtohen tek mjeku i familjes. Gjithashtu rekomandojmë që mos të përdorin antibiotik në mënyrë abuzive, do të thoja, duke konsultuar vetëm me farmacistin pa bërë një konsult ose një këshillim paraprak me mjekun e familjes. Pavarësisht fluksit të lartë të pacientëve, urgjenca e Spitalit Rajonal të Fierit ndodhet në gatishmëri të plotë me personel të mjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve për ndihmë mjekësore, ndryshe nga vitet e kaluara, kur mungesa e mjekëve ka bërë që mbigarkesa të përballohet me vështirësi. Raporti Transparency International për vitin 2025 mbi indeksin e perceptimit të korrupsionit tregon se korrupsioni po përkeqësohet globalisht dhe se Shqipëria bie 11 vende nga rënditja. Raporti Transparency International për vitin 2025 mbi indeksin e perceptimit të korrupsionit tregon që korrupsioni po përkeqësohet në nivel global. CPI rëndit 182 vende dhe territore sipas niveleve të perceptuara të korrupsionit në sektorin publik, në një shkallë nga 0, shumë të korruptuara, në 100, shumë të pastra, ku përfshihet edhe Shqipëria e Kosova. Indeksi vjetor tregon se këtë vit mesatarja globale qëndron në 42 pikë nga 100 të mundshme, niveli më i ulët në më shumë se një dekadë, duke sinjalizuar një trend në rënje. Shqipëria mbetet nën mesataren globale duke u vlerësuar me 39 pikë nga 42 në vitin 2024 dhe duke rënë në vendin e 91 nga vendi 80 një vit më parë. Shqipëria shënon përkeqësimin më të madh në rajon këtë vit. Indeksi reflekton perceptimin e nivelit të korrupsionit në sektorin publik dhe shërben si instrument krahasues ndërkombëtar mes shteteve. Kosova është vlerësuar me 43 pikë, një pikë më pak se një vit më parë, duke u renditur në vendin e 76. Në raportin e vitit 2025, Malizi vlerësohet me 46 pikë, vendi më i mirë në Ballkanin Perëndimor sa i përket luftës kundër korrupsionit. Serbia me 33 pikë dhe Maqedonia e Veriut me 40 pikë. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2025 të Transparency International, Serbia ka marrë numrin më të vogël të pikëve. Transparency International thotë se në disa vende të Ballkanit Perëndimor, përgjigjja e dobët e gjyqësorit vlerësohet si një nga pengesat kryesore për luftën e suksesshme kundër korrupsionit, teksa gjyqtarët dhe prokurorët po bëhen gjithnjë e më shumë objekt i sulmeve nga qeverit. Renditja globale pasqyron pozicionin relativ të secilit vend në raport me vendet e tjera të përfshira në indeks. Organizata thekson se të dhënat për përpilimin e indeksit bazohen në vlerësime nga burime të pavarura dhe përfshin elemente si rishfeti, keqpërdorimi i fondeve publike, emërimet politike në administrat, transparenca në deklarimin e pasurisë dhe konfliktit të interesit, si dhe mekanizmat për parandalimin dhe ndëshkimin e korrupsionit në sektorin publik. Vuloset rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit në Kosovë. 11 vota të antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë certifikuan rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit pasi Gjykata Supreme rrëzoi të gjitha ankesat e kandidatëve dhe subjekteve politike për rezultatet përfundimtare. Asnjë ndryshim në rezultat të shpallur nuk është bërë nga vendimet që janë marrë lidhur me ankesat, andaj rezultati i lexuar ditën e shpalljes së zgjedhjeve është i njëjti me atë të certifikimit. Sipas rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ-ja më 31 janar, lëvizja vetëvendosje ka fituar 51.10% të votave, duke siguruar 57 ulse në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 20.19% të votave apo 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24% apo 15 ulse, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5.50% apo 6 ulse. Nga ulset e rezervuara për minoritetin serb, 9 ulse i ka fituar Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, dhe 1 ulse Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Procesi i certifikimit vjen pas rinumërimit të plotë të votave të rregullta, për çka u mor vendimi pasi u gjetën mospërputhje në votat e kandidatëve për deputet. Votat për parti nuk u cënuan. Për këtë çështje antarët e Komisionit të Zgjedhjeve kërkuan rishikimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në të ardhmen, pra duhet të parashihet një ndryshim, një plotësim ndryshim i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Një studim i ri i Universitetit të Kalifornisë ka zbuluar që fragmente zombi të COVID-19
qëndrojnë në trup me vite. Edhe pse bota i kalon pas kufizimet e pandemisë së koronavirusit dhe jeta është kthyer kryesisht në normalitet, për miliona njerëz pasojat e COVID-19 vazhdojnë ende. Ndërsa zhvillimi i shpejt i vaksinave shpëtoi jetë dhe përshpejtoi fundin e emergjencës globale, shumë persona u përballen me sëmundje të rënda ose humbën jetën përpara se ndihma të ishte aksesueshme. Sot COVID-19 nuk monitorohet më me përditësi meditore, por virusi mbetet aktiv, me mutacione të reja që shkaktojnë shqetësim, veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Megjithatë, pasojat më të rënda të pandemisë përjetojnë pacientët me tash të quajturin COVID i gjatë, të cilët vuajnë prej muajsh apo vitesh nga simptomat si mjegulla e trurit, lodhja ekstreme dhe vështirësitë në frymarrje. Një studim i ri nga Universiteti i Kalifornisë ka hedhur dritë mbi një mekanizëm të mundshëm që shpjegon këto simptoma afatgjata. Sipas studiuesve, fragmente të vogla të koronavirusit të përshkruara si zombi mund të mbeten në trup edhe pasi infeksioni është dukur duke sulmuar qelizat e sistemit imunitar dhe duke shkaktuar inflamacion të vazhdueshëm. Edhe pasi trupi e ka eliminuar virusin qoftë natyrshëm apo përmes vaksinimit, mbetjet e proteinave virale mund të vazhdojnë të qëndrojnë në organizëm. Sipas studiuesve, kjo mund të shpjegojë pse miliona njerëz në mbar botën përjetojnë efekte të rënda dhe afatgjata pas infektimit. Shkencëtarët paralajmërojnë se këto fragmente janë veçanërisht të rrezikshme për personat me sistem imunitar të dobët. Qelizat që zbulojnë dhe luftojnë infeksionet mund të dëmtohen duke e bërë trupin më të pambrojtur ndaj sëmundjeve të tjera. Të dhënat e reja rikujtojnë se pavarësisht kthimit në jetën e përditshme, pandemia nuk ka përfunduar për të gjithë dhe se kërkimi shkencor mbetet thelbësor për të kuptuar dhe trajtuar pasojat afatgjata të COVID-19. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.